Albano Romina është një nga zonat problematike të qytetit të Vlorës, duke u përmbytur sa herë që ka rreshje shiu me intensitet të lartë. Por për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare kësaj problematike, Bashkia e Vlorës ka programuar dhe pritet që të ecë së shpejti në tenderim një investim të rëndësishëm në rrjetin e kanalizimeve të ujrave të bardha, që lidhet me rindërtimin, ridimensionimin dhe rehabilitimin e kolektorëve kryesor përgjatë rrugës transballkanike, sipas loteve, rruga e Skelës deri tek rruga Hasan Kushta, njohur si Albano Romina, për të vijuar në rrugën Odise Grillo. Ndërhyrje do të ketë edhe në kolektorin nga dalja rrugës transballkanike deri në shkarkimin e kanalit të fushës. Zona tek Albano dhe Romina ku gjendem është një ndër zonat që shfaq problematikën më të madhe në kohë me rreshje shiu, e cila përmbytet. Por fal një investimi i cili pritet të realizohet së shpejti nga Bashkia e Vlorës me një fond që do të miratohet ditën e hënë në Këshillin Bashkiak, do të jepet fund njëre përgjithmonë problematikës së përmbytjeve pikërisht në këtë rrugë. Bëhet fjalë për një projekt madhor në rrjetin e kanalizimeve të ujrave të bardha, ku projektet dhe parashikimet janë që në vijim ai të shtrihet në të gjithë qytetin. Televizioni 6+1 Vlora zbardh raportin e specialistëve në lidhje me këtë projekt. Sipas tij, objekti i projektit është një sistem kanalizimesh të ujrave të bardha të shiut në zonën ndërmjet rrugës së Skelës dhe Transballkanikes, që do të përfshijë edhe kolektorin kryesor në rrugën Transballkanike, për t'u shkarkuar në kanalin e hapur që të çonte hidrovori. Nga specifikimi i linjave, objekti kësaj kontrate dhe detyre projektimi, nënkuptohet që do bëhet fjalë për masa emergjente për të zgjidhur problemet e përmbytjeve në kohët e fundit që janë bërë të shpeshta dhe përfshira të zakonshëm, por me intensitet të lartë, thuhet në relacion. Në zbatim të kërkesave të detyrës së projektimit, në këtë projekt janë realizuar verifikimet dhe investigimet të cilat sjellin situatën më gjerësisht dhe rrjetin e kanalizimeve të ujrave të bardha ku duhet të ndërhyet. Në zbatim të kërkesave të detyrës së projektimit, janë investiguar të gjitha pikat kryesore të qytetit, kryesisht në këto zona, të cilat do të përfshihen në këtë projekt. Bazuar në vlerësimet dhe rivlerësimet e gjendjes ekzistuese të kanalizimeve të ujrave të bardha, si dhe gjendjet e përmbytjeve që janë shkaktuar në qytetin e Vlorës, është arritur në konkluzionin që të studiohet i tërë sistemi i kanalizimit të ujrave të bardha të qytetit bregdetar. Projektimi i sistemit KUB duhet të bëhet për të gjithë basenet ujëmbledhëse në zonën e qytetit të Vlorës dhe më pas të përcaktohen prioritetet e zbatimit, duke filluar nga pjesa fundore e tij, thonë specialistët. Në projektin e ri do të përdoren kushte dhe standarde të kohës, përfshi ato ndërkombëtare. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Vlorës ditën e hënë, pritet japet rrugë miratimit të këtij projekt vendimi shumë të rëndësishëm, një projekt ky i cili do të bëjë të mundur që zona Albano Rominës dhe një pjesë tjetër e qytetit të shpëtojnë njëherë mirë nga përmbytjet. Sipas specialistëve pranë Bashkisë së Vlorës, konfirmohet se një projekt i tillë pritet që të përfshi të gjithë qytetin, duke sjellë kështu një sistem të ri të kanalizimeve të ujrave të bardha.